Në qytetin bregdetar të Vlorës u zhvillua një nga ngjarjet sportive më të rëndësishme të vitit, Maratona e Vlorës, e cila këtë vit tërhoqi një numër rekord pjesëmarrësish dhe vëmendje të gjerë nga publiku, me moton domethënëse vrapojmë për pavarësinë. Aktiviteti bashkoi rreth 400 vrapues nga Shqipëria, rajoni dhe vende të ndryshme të botës, duke shndruar Vlorën jo vetëm në epiqendër të festimeve të nëntorit, por edhe atë të sportit masiv. Atmosfera festive dhe energjia e pjesëmarrësve u pasqyruan edhe në pamjet e publikuara sot nga kryeministri Edi Rama, i cili ndau momente nga gara dhe entuziazmi i qytetit që mbylli kështu javën e aktiviteteve kushtuar pavarësisë. Edhe pse reshjet e shiut shoqëruan pjesë të maratonës, kjo nuk i pengoi sportistët dhe të apasionuarit pas vrapimit të merrnin pjesë në garat tashmë tradicionale të çdo fund nëntori. Maratona u zhvillua në 3 distanca kryesore, 5, 10 dhe 21 kilometra, duke ofruar mundësi për çdo nivel përgatitjeje fizike. Fituesi i edicionit të 5 të kësaj maratone në garën më të gjatë prej 21 kilometrash u shpall sportisti ukrainas Bogdan Sinomovic, i cili dominoi disiplinën fal formës së shkëlqyer dhe ritmit të qëndrueshëm. Eventi i organizuar nga Bashkia e Vlorës në kuadër të festimeve të nëntorit u përshëndet nga kryetarja e bashkisë Brunilda Mersini dhe presidenti i Kokshit Fidel Ylli. Të dy autoritetet vlerësuan pjesëmarrjen e lartë, organizimin profesional, si dhe rëndësinë që ky aktivitet sportiv ka për promovimin e qytetit, turizmin dhe kulturën e një stili të shëndetshëm të jetesës. Maratona e Vlorës pritet vazhdojë të zgjerohet vit pas viti, duke u kthyer në një aktivitet referencë për të gjithë komunitetin sportiv brenda dhe jashtë vendit.